që di e thua kështu, tani ata që se dini do ta bënin ndryshe, Andrea. Për zotin njerëzit në komente. Po ti sa pa e papa. Po pra, ti e di ti dhe kujto se do ta di dhe dikush tjetër. Jam shkyr shumë vjetë, ose kishte për shembull ata Dionisin kur ndiste frezën atje. Shkum na goja në dorën për ndezë frezën, nuk e ndezën qa merë. Kështu që thosha unë, ja, aty t'isha unë. Aty t'isha, po ja që eri momenti. Po qërat vina atër kur nuk i pret edhe kur se keti mendjen. Histori unë kështu, ja e thoshti njerëzit që kishte në ata e kupton, në këta njerëzit i na qinë kështu që thoshin që e po ku bën ti, që ne ti të futesh formate në gjëra kështu, edhe unë më hante që se vërtet vinte i natë, se thoshja okej, është një format që vërtet e ndjej veten që jam për aty, e kupton, pavarësisht se debate, mënyra të folur e gjitha. Po, e ndjeja vetëm që du t'isha aty, e thosha mirë, hajti, do vi. Unë gjithmonë kam pasur besimin që do isha, sinqerisht. Edhe kur merë t'i ftesa, thash, gjepa që mendova, thash, okej, është një momenti që ta tretitëm të që ata që kanë menduar që s'ja dal dot, ose s'jam arë aty, ta shfaq vetën, e kupton, se në një farë mënyrë s'kam dashur të replikoja, e kupton, fare. Shu është. E di si është kjo puna, Andrea, njeriu kur vendos aty, bau. Pastaj mendosh gjatë. Do t'jem realist për kokën time. Këtu në ferëm, në këto 58 ditë ka pasur ditë vështira për mua këtu. Një ndër këto ishte atje edhe më vinte shumë herë mendja, thoshja nuk mundem dot më, pastaj më vinte në mendje, thoshja pse t'ja bëj qepin atyre njerëzve që më kanë thënë që ti s'ja del dot. Ja, të gjithë kemi pasur. Është emocionale gjithë. Pastaj kur kam qenë njerëz, kur qanin kështu ja për fëmijë. Ose duhet të jetë fare totalisht një njeri i zhveshur nga emocionet, nga këto, domethënë. Po nuk besoj që të ketë shumë njerëz të tipit të tillë, se nuk e di. Kur kam qenë njerëz, shikoja që në formate edhe vjet ka qenë ata që jam prekur. Thosha, po këta lanë nam, po 2 javë. 1 muaj, 2 muaj keni aty, qani ka shumë, thoti se kur s'dakoni asnjëherë. Ata tjertë kanë vitin në emigrim dhe si kanë parë me sy. Thoshja, unë, kupton ti, në jashtë. Kur u futa vetë brenda unë, që nga lemeri, që pas kanë folur. Të disi e bërë ti tani, më tregon mua babi, thoshe kur ikni t'juve që ishi të vogla, që ikni nga shtëpia, se atëherë dikur ishe kështu, shkoj ke tezja, ke xhaja, po rrije fundjavave. Ose pushimet verore që do ike me familjen, ose në kamp, kështu këto ishin, nuk ishte alternativa tjera. Edhe neve kur ishim të vegjël, gjithë shkonim ke tezet, ke dajat. Dhe kalonte 2-3 ditë, thoshe babi ka 2-3 ditë, 4 ditë, i thosha për mamin, mëse nuk rjetë për kalam majta, shkojmë i marim, se qa. Do me thënë se të duket që shumë. Kështu që, kur futesh tu brënda është një që tjetër. Ja, nuk merdi goca ma që merdi 25 ditë kishin kaluar. Edhe unë e kam thënë këto, po këta qa bëjnë me javën e parë, me thënë drejtë nuk doj qaja. E ke parasysh nuk do emocionohesha. Asuna, jo. Me javën e dytë jo, po 1 muaj prapë është një periudhë kohore. Dhe bësh më emocional, sepse këtu ke goditje, ke gjëra, ke përplasje me njerëzit, dhe ti nuk e di atë ndjesin se si do shohin, si ke njerëzit e tu. Se ti, kur kam ikur unë për shembull me pushime, ose në punë që kam qenë vetëm larg familjes, po ti ke telefonin që i merr dëgjon zërin. Dëgjon ose i shikon. Edhe ke iden janë mirë dhe kështu, dhe këtu është ai meraku që qa ndodh me familjen, qa ndodh me njerëzit. Janë mirë. Qa ndodh pastaj me këto edhe njeriu mendon lloj-lloj gjërash, po prandaj bësh dyfish emocional. Po që unë jam e bindur që kur të mbaroj gjithë kjo gjë, ne do qeshim lot. Nuk e di se si janë pritur njerëzit, po do qeshim e lot se gjithë këto gjëra do t'i quajmë kështu qoret. Pse janë përfshirë kaq shumë? Po pse unë kam folur kështu? Ose unë kam reaguar. Ose mu ta kisha bërë këtë gjë kështu. Mu ta kisha bërë këtë gjë më mirë në këtë mënyrë. Po pse se bëra kështu? Ose pas kam kurrajtur hundë. Nuk e di, po unë për shumë në herë kam harruar, kam hapur gojën për gjumë shumë. Ashtu, sa dush edhe në prajë. Na fali njerëz, të thëmë bët i kemi në rregull, që jam kaq vjeç i kam të mijat.
faleminderit Zotit, edhe po tani ndonjëherë harron njeriu që je me kamera e bën pa dashur t'ja u shpifi juve, të shumtoj ditën ose natën. Po jo, unë jam e kujdesme në përgjithësi. Po edhe kur na kritikoni, nuk ka problem. Na ofendoni. Andrea, mendon që do jesh bërë meme për shembull? Meme? Po kur dëgjoj unë për meme kam lidhje. Unë nuk e di se qa do jetë bërë, por për ty, nga që ti ndjek shumë këto gjëra, se unë s'jam fare, nuk jam qik, nuk jam shumë e përfshirë, po ti që ndjek këto gjëra, për shumë, qa meme mund t'ishe bërë, për shumë, për shumë, Trembjet tua, për shumë. Trembjet, Trembjet tua i ke kështu ja. Ua, po mua ylli më vëtiq, më do më... Ose meme mund t'jesh bërë, e di mund t'jesh bërë fort fare ti, kur ngiti atë natë, kur ngiti atë natë me maskën që e di se e ngiti ja, se që qemë kështu, unë kur shofë ndrat këshia, ose unë kur vinë gjindet në dhomë, e kupton të tipit kështu. Po pse kur ka... Po, ishe galate, kur ngiti ashtë atë natë. Ua, po si jo më ikëm në Karaibi do ikim. Po marim se grua në Andres do ikim në Karaibe. Kur me? E po ja, këtër. Me këmi? Unë, Gerta, Elinara dhe ti, po deshe të vishë. Ne, edhe Klea me Anduelin. Se i martuar jeti? Unë? Unë nuk kam qupa të martuar. Po i mi, qupa t'i ke, po i ke jashtu nasës. O shpiti jenë qelosi? Jo, një thjesht po shofë që po knaqeni. Po se njifja këta të erët. Po dale, po ti mbajnë qikë branda ato. Po të shi, një guaj ma betë. Vetëm sonte. Vetëm sta. Po, vetëm sa tjeta i përzjedhur i publikut. Kush? Po pse, ja i maroj këtë, deri sa do jesh? Ku marona jo? Dërë të hanën. A është maron, dërë ku zgjidhe tjetri. A, do zgjidhesh ti pastaj? Jo, unë nuk zgjidhe me je, se s'jam... Do zgjidhesh ti. Kështu që me bëni sa të doni. Pse, pra ndaj më vunë me këtë mua? Me bëni sa të doni, kritika bëni sa të doni, mendime shprehni sa të doni, vetëm për të ofenduar jo, se për shembull kemi... Jo, ty do të shajnë se më ke gricur me mua, për shembull. Kemi kështu ja, primë. Jo. Ty tani u kujtova unë, aq që ti e gricur me mua dhe e gricur hiç nga hiçi. Neve kemi deklaruar në kamerë. Çdo gjë. Ja, për këtë Në kamerë, po pse meritoja unë të gricesh e ti me mua? Jem dashën ti dhe për Big Bastën, e di randi shumë bukur, dalë të kamerë, kam thënë, Vesa, e kemi, po bëjmë një lojë për Big Bastën, por doli jashtë, asaj se ai e mori për ters të gjithën, e kupton? Nuk është si puna jote që ti e pa, ishte lojë, bëm atë, okej, dhe kemi... U gridë, pëse normal. Po, normal, sepse ai ishte qëllimi. Si, ishte dhe qëllimi. Por ai tani e ka kaluar shumë ninat personal. Edhe nuk është e mirë kjo, dhe për Zotin, si unë si Andueli kemi dalë para kamerës, dhe për ty, edhe për Bastën. Po pse më gjetët me mua dhe mua? Pse pikërisht mua? Madje ta kam thënë dhe ty. Jo, pse pikërisht më zgjodhet mua, ja. Po sepse ti ke ato reagimet e bukura. Ashtu, e? Fiks, për kokën time. Ke qef tashu të qikosh të nxjerrësh ti. E për Erandin, kemi qenë të krevati që kemi diskutuar atë, dhe për atë. E kemi nga smuar Erandin. Jo si neve jemi wow, kush i di se qa. Po kemi qef, e kupton që të... Sepse në ato mënyrat e tjera. Po ju spritët, unë ca kisha konfliktet atër me Alpën. Po, jo, me Andueli. Po, pra, po i kisha më përpara se të fillonit juve. Unë kam qenë këtu në luftë që në ditën e dytë. Dhe ne thamë me këtë krevati, me Anduelin, thamë Anduel. Momenti bukur është ky, që ju zute sfida e kasolles, edhe do kapim edhe për këtë, sepse Elinara e ka atë inatin që ja mori bojën ashtu. Po jo, po unë e sqarova dhe ne Po, e sqarovi, por ama prapë është ajo vlaga, e kupton. Dhe thamë, okej, hajta ta smojmë. Se t'ishe për të mbajt, ta kishë marrë seriozisht fare kështu, do kishë kaluar në tjetër dimension. Ta the mum pse keni rënë juve, se pat që unë kam aq mirësi dhe denjoj, që publikisht se mua mi datur pa i lësheri që u bë me mua me Andueli për punë kohës, që kërkova ndjes publike si familjes time si të Anduelit.
Dhe ju keni kuptuar që unë nuk kam keqa dashje. Çfarë tregove ti ta Ndoeli aty? Që në një debat që u bëni, përsëri jeni dhe ata që kërkoni falje njëri tjetrit. Po është momentale ai stresi. Është çdo gjë që bëhet. Dhe në debate si për ti arrin ta kuptosh si është ky në debat, ose a mbani natë, apo është i lig, apo e ka mendjen e keqe, apo është si personi ti, se edhe debatet zhvillohen dhe nga personi që ti je në të vërtetë, e kupton? Po. Se unë edhe me Bipasën, për kokën time nuk kam dashur asnjëherë të kisha këtë lloj marrëdhënie me ata. Me asnjërin këtu nuk dua ta kem këtë lloj marrëdhënie. Pa hequr pjesën që patjetër je konkurrent dhe nëse del jam një hap para. Normal, se je për çmimin. Po, ndërsa me Bipasën nuk dua të shkonte në këtë lloj dimensioni, por në momenti që ai mua më mashtroi me atë që tha, se për atë Zot më mashtroi. Më tha që edhe unë jam vetë familjar, edhe kam vetë fëmijë, edhe nuk e mendoj dot, ti e di vetë. Po. Dhe më tha që se thash si e pritet këtë hyrjen këtu në Ferën, edhe thash në arsyen time, Nuri arsyen vetë, Kesi arsyen vetë, ndërsa ai tha, dëgjoj se kam thënë ndonjëherë, po ju lutem, dua ta mbajmë këtu te fakirët, jo te shtëpia e madhe. Okej, thamë, në rregull, ma premtoni, ma jepni besën. O ti për atë Zot pavarësisht çka kemi, thashëm, po nëse ta them jo vlla, e marr me veten varr. Unë ta kur ta këtu. Ndava na besa. Ku jo në konflikt, tha. Çunin e takoj kështu, tha. Kur e bie. Mua më pika. Se fëmija në mes. Po, u e përjetove. E përjetova. Se po të ishin pa fëmijë, po në madhe hecë, të rinjeni, e kupton. Po. Edhe unë me atë pastërtin time, i thash, jo, prit se kemi muhabet. I thash, basa dëgjoj, pavarësisht se kemi loj, me shpirt për kokë fëmijëve, i thash, inshallah kur dalësh ju këtu, të kesh një bashkim sa më parë me vesën, se është fëmija ai që vuan ato pasojat e kësaj ndarje. Se si do qoftë në shkollë, njëri prind ose një tjetër, jo po pse si ke dy, se janë dhe këto midis fëmijëve. Edhe po shpresojmë që mbas kësaj jep më të mirën kur të dalësh që këtu, edhe të jesh sa më afër, sa më pranë tyre. Një të thirrë në Plevic agaj, Kesi më tha, më duket se e kaloi, tha. Jo, mos u bëj budallar se s'luhet, nuk bëhet lojë me atë lloj gjëje. Se është gjë familjar, unë jam familjar vetë. Por e tha, më duket se kështu, tha. Nëse erdhi aty e tham Kesi dhe Nuri ti po gënjen, ju mos besu sa tha. O Kesi të pus zemra, o kukla ime. Përshëndes zemra. Më mungon. Dal që këtu do të pim të ham. Më mungon, se Kesin e kam parë këtu brenda si e kam dashur shumë. Edhe Kesin e kisha të voglën time aty. Ja, unë kisha tjetër marrëdhënie me Kesin. Edhe thotë ju mos besu sa tha. Ju tha pak ndërgjegje do të kemi këtu, nuk besha ka me tillë gjë. Hëngërm. Kur dolin prajma, e bëra unë, tha, për portalet, të mbyllja gojën portaleve, tha, edhe të provokoj aty, tha, po ta futa. Më falë. Për pjesën e që më gënjo për familjen. Tani, mirë. Kur kemi qenë aty neve, që pyetet ti. Po. Të thaj, apo s'ta. Po të thash ti, nuk më tha. Më gënjeu. E që the ti, mua e di që më vrau. Nuk më vrau se ai lozi me këtë lloj me familjen, se familja e tij është, vendimi i tij është. Unë e respektoj, miri keq është i tij. Por jo me këtë lloj fenomeni. Jam shumë dakord, po tasëm po t'ishte ai në rangun e t'ishte si Randi. Tasëm që është aktor. Edhe thot unë jam aktor dhe bëj këtë që tasëm, nuk ma ka thënë mua këtë gjë. Se ma se me ndonë këshu. Edhe aktoroj shumë bukur edhe më fut njerëzit në këtë mendim që ta bëjmë më të besueshme, thot e them edhe këtë. Po nuk mund, okej, po nuk mund më thuash, ta futa. Unë ty të gënjeva se ti je shumë i lujshëm. Nuk mund ma thuash këtë. Nëse për shembull marrim shembull që Erami mund ta ketë thënë. Po. Por unë akoma jam duke besuar, sepse nuk tha ja u futa juve. Jo. Unë jam duke besuar dhe gjithmonë, inshallah se është vërtet, po edhe nëse është punë për të, por
Nuk ma tha mua, unë ta fut aty. Jo, Randi e ka... Po mirë, më i thënë, po marrin për shembull, po them. Po pra, edhe unë prandaj ta